Zotëri Shemse, çfarë mendimi ke sa i përket tolerancës fetare në Kosovë? Bismillahirrahmanirrahim. Po filloj me emrin e Zotit Gjallëshanuhu, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Faleminderit edhe nërë për ftesën, për shëndetje edhe për ju bashkëbisedues këtu. Unë fillimisht fryzoj nga rasti të auroj festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman. Lutemi që kjo festë dhe imazhi që ep kjo festë të jetë prezent në familjet e tona dhe gjithandej të shtrijë ndikimin e saj si festë edhe në temën të cilën po e trajtojmë këtu së bashku. Unë mendoj që ne si popull jemi edhe tolerant, edhe kemi dhënë një imazh të mirë edhe në aspektin e bashkëjetesës, por besoj shumë që burimi kryesor i kësaj është në fjalën e Zotit në Kur'an, që gjejmë mbështetje shumë për tolerancë, për bashkëjetesë e kështu me radhë, por edhe në praktikën e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili çdo herë ka dhënë imazhe të tilla, çdo herë ka dhënë porositë të tilla për bashkëjetesë, për tolerancë fetare e kështu me radhë. Unë mendoj që të gjitha fetë në përgjithësi dhe predikuesit e tyre, por në veçanti ajo që i përkas unë që është Islami, janë në ndër bazat e saj, sidomos për Islamin po flas, është një ndër bazat e saj, ndoshta mund të themi edhe një ndër qëllimet, arsyet e shumta të ardhjes së Islamit, të zbritjes së Kuranit si fe, është për ta vu një themel të tolerancës edhe të bashkëjetesës mes njerëzve. Personalisht, unë ndoshta mund ta shfrytëzoj edhe ta përmend edhe një përvojë timen, siç e tha e nderuara këtu, që dhe unë e vi nga një regjion që kemi pas bashkëjetesë dhe kemi pas